shkojmë tek Hormuzi, ajo aleanca e NATO-s duket sikur ka kthyer dhe një përgjigje ndryshe nga ajo që dha në fillim, po krijohet një koalicion për Hormuzin, po ndërkohë që flasim pak për koalicionin, do kalojmë edhe ky koalicion, siç e thash pak më parë, është detyruar të kalojë në gjirin e Adenit. Pra këtu nuk ka për të kaluar dot ky koalicion. Po, kjo prandaj sa e parë është gjiri i Adenit. Prandaj shkova aty. Domethënë ndërkohë që kemi këtë, kemi dhe Huthit tani që futen në lojë. Pengesa e parë pikërisht për këtë hyn Huthit në lojë, për të penguar çdo lloj koalicion ushtarak që të kalojë këtu. Pra, pengesa e parë janë Huthit. Për të shmangur Huthit, atëherë këto duhet kalojnë përtej Afrikës. Sa afër që kanë aty dritan te duhet kalojnë përtej Afrikës, e të vinë këtej poshtë Afrikës, pra duhet gati 1 muaj e gjysmë që të vinë në Oqeanin Indian. Pra, deklarimi futja zyrtarisht në luftë e Huthive është për të bllokuar çdo lloj koalicioni që do të vinë në ndihmë shtetit bashkuar të Amerikës dhe Izraelit në detin e Omanit. Mirë, koalicionin e bllokon, po kjo bllokon edhe jo, anije tregtare nuk do janë është përcaktuar. Anije tregtare, çdo lloj anije luftarake, pra ata kanë thënë çdo lloj anije luftarake që do të vinë në ndihmë shtetit bashkuar të Amerikës, qofshin ato amerikane ose çdo vendi tjetër që shkojnë, nuk do të lejojnë të kalojnë në gjirin e Adenit. Pra e kanë përcaktuar anijet luftarake jo tregtare. Anijet tregtare do vazhdojnë të qarkullojnë pa problem. Anijet luftarake është deklarata e tyre e djeshme, përcaktojnë që anijet luftarake. Pra do të thotë që ky koalicioni nuk ka ku kaloj. Pra lidhet koalicioni absolutisht me këtë. Absolutisht lidhur me këtë. Pra për këtë, pra vimte ajo që për llogaritën perceptim që Irani ka thënë që ne mund ta përshkallëzojmë, pra në rast se ju shkoni ne mund ta hapim, ta bëjmë edhe më të gjerë. Dhe më gjerë është kjo që bllokojnë 2 ngushtisat kryesore. Bab el Mandenti dhe gjiri i Hormuzit. Pra Irani projekton forcë edhe përtej qëndrimit vet gjeografik, edhe përtej gjeografisë vet. Dhe këtë forcë e përcakton këtu. Dhe ky është përshkallëzim edhe shumë i madh politik dhe gjeopolitik. Pra nuk është nato. Dhe e dyta, kemi të bëjmë me një gjë, edhe në ngushtisën e Hormuzit që kemi këtë ndalimin. Aktualisht në ngushtisën e Hormuzit çka ka bërë? Një pjesë e mirë e vendit po i kalojnë anijet. Pra anijet e tyre, qoftë ato tregtare, qoftë ato me cisterna. Po kalojnë anije. Po kalojnë në marrëveshje me Iranin. Pra po merren vende deri më dhe po paguhet $2 milion një anije. Po i paguhet Irani $2 milion një anije për të kaluar. Për të kaluar safe. Po në rastin e ndihmon energjia me një hartë që ishte një hartë që tregonte rrugën e kalimit, se çfarë po ndodh tash Irani, çfarë po projekton. Për Hormuzin po themi. Shkojmë tek Hormuzi, regjia një ideja është kjo. Tjetrën që të aty ku ishin përpara. Po një Hormuz që na nxorën në fillim me 2 harta të gjirit. Po, që është parë si janë 2 harta kështu, të dyja, që tregojnë lëvizjen e anijeve. Regjia, ndërkohë. Gjithsesi, atëherë, ajo që po kalon këtu. Këtu vetëm në këtë pjesën këtu, dhe në këtë pjesën këtu kanë mbetur vetëm këtu kanë mbetur 3200 anije. 3200 anije cistern. Jo, anije të gjitha ga. 3200 anije të gjitha, pra cisterne dhe anije të tregtare. Tashmë, më përpara kalimi ka qenë këtu. Pra, ky është ishulli Keshp, ky është ishulli Latak. Ishulli Latak. Kreshm dhe Latak. Më përpara kalimi bëhej këtu. Pra ky është kalimi i vjetër. Po. Në ngushtisën e Hormuzit. Tashmë çka kanë bërë? Iranianët kanë vendosur që kushdo që të kalojë do kalojë midis Keshmit dhe Latakut duke hyrë në ujërat territoriale iraniane. Këtu është kufiri pra. Po. Hyrë në ujërat territoriale iraniane. Dhe këtu kanë garanci. Dhe këtu japim garancinë të kalojë këtu. Pra kush paguan, kaluan këtu. Dhe çka kanë bërë? Kanë premtuar që nesër në rast të një çdo lloj koalicioni që vjen, iranianët do ta minojnë gjithë këtë. Në momentin që Irani e minon këtë, kaq duhet minoj. Ja vetëm këtë. Dhe i ka kapacitetet ta minojë këtë. Aktualisht. Dhe mbetet. Në momentin që minon atë, rruga e vetme mbetet kjo. Pse Irani po e bën këtë? Pra në rast se rruga e vetme mbetet kjo, për 2 arsye. Pra çdo lloj anije nesër duhet marrë leje për të kaluar në Iran, sepse hyn në ujërat territoriale iraniane. E para, e dyta qofshin këto anije tregtare, cisterne ose ushtarake. Dhe e dyta që është kryesorja, çdo anije që hyn në këtë territor duhet paguaj, sepse ti këtu paguan shfrytëzimin e ujërave territoriale. Pra dhe pagesën nesër e vë Irani. Tarifën ta vë ai sa do jetë pagesa. Dritan. Pra Irani po merr nën kontroll, po nxjerr nën kontroll gjysmën e ngushtisë së Hormuzit dhe po e bën gjithçka të kalojë në territorin iranian. Pra aktualisht e ka marrë nën kontroll gjithë. Pra çfarë do lloj tentative që të bëj
Edhe në rastin një moment caktuar ky koalicioni erdhi, në rastin moment e Shtetit Bashkuar të Amerikës e sollën 3 aeroplan mbajtëse, 4, 5. Në atë moment që Irani do shofi që nuk mundet të ndalojë koalicionin për një arsye për të caktuar, do vendosi këtë. Atëherë do hedhi mina të do ta minoj dhe çmimimi i kësaj i merr 9 muaj e më tepër. Dhe për ato 9 muaj për më tepër, të gjithë do kalojnë në këtë territorin e Iranit. Dhe këtu pasaj nuk ka anije që mund të kalojë. Ky do ishte skenari i fundit, po. Skenari i fundit. Dhe skenari i fundit i Iranit tashmë po e projekton dhe nga ka 3 ditë që po bëhet kjo, dhe për këto 3 ditë kanë kaluar diku të rreth 14-15 anije të ndryshme, të cilat edhe kanë paguar tarifën për $2 milion qeverisë iraniane. Dritan, por ama do të thënë që anijet i përkasin vende ndryshme. Pra, po projekton në këtë moment edhe fuqi diplomatike dhe politike, sepse vendet po diskutojnë direkt me Iranin për të kaluar dhe po pagojnë te Irani. Po, e qartë është. Në një moment themi që po i shkaktojmë dëm Iranin, por ama në momentin tjetër po japim para Iranit. Po i shkaktojmë dëm Rusisë, po japim para Rusisë, sepse po shitet. Po nëpërmjet kësaj. Kemi një deklaratë interesante pardje të Scott Bessent, pra ministri i financave të Shtetit Bashkuar të Amerikës, i cili në një deklarim publik në nivel të idiotësisë që nuk ka ku shkon më, thotë që për shkak për të ulur çmimin e energjisë, pra që mos rritet, ne mund të heqim sanksionet për Iranin për të shitur 140 milion fuqi nafte që i ka aktualisht të depozituara në Iran. E parë si lajm, shumë interesant. Irani, kur ishin në bisedime në janar, kërkoi që të hiqin sanksione për shitjen e kësaj nafte, në kohë që nafta ishte me $60. Tash nafta ka vajtur me 115, kur ti heqin nafta do shkojë me 120. Pra këta japin 2 fishin e çmimit për $1, për një fuqi nafte do e marrë Irani për shkak të këtij veprimi idiot që bëri Shteti Bashkuar të Amerikës dhe Scott Bessent thotë që kjo është një projekcion i forcës që neve kemi ndaj Iranit. Tash ti do të jesh budalla që thuash gjithë ti, sepse në këtë moment është Irani që deli fituar dhe jo Shteti Bashkuar të Amerikës në moment që i heq sanksionet një vendi që e ke sulmuar. Pra kjo do thotë për të përcakton atë dhe forcon atë që thash që eviction notice po vazhdon edhe po bëhet sa më dhe Irani thjesht tashmë ka vendosur të japi faturën, se do ta bësh eviction notice, por ama do paguash edhe faturën. Dritan, ndërkohë e kam kuriozitet dhe zakonisht ekspertët ushtarak i pyes për faktin se si do mundet, fjala vjen, po vjen një koalicion, do ndërtohet një koalicion, si do të mundet që ta mbrojë ushtarakisht. Këtu jemi të qartë. Atëherë, çfarë pretendon? Shikoni. Në një vetëm edhe në këtë lëvizjen e vjetër. Pra, rrim te lëvizja vjetër. Lëvizja vjetër. Te trajektoria vjetër e lëvizjes, pra te navigimi i vjetër. Aktualisht njëkohësisht mund të kalojnë vetëm 2 anije. Nuk kalojnë dot më tepër. Aktualisht. Po, me këtë. Kështu ka qenë. Atu edhe kjo në rastin e sendal 2 anije mund të kalojnë. Nuk mund të kalojnë më tepër për arsye se këto që shihni juve, to janë barriera koralore, pra nuk e lën anije të afrohen drejt tyre, është e pamundur të afrohesh. Dhe paralelisht 2 anije, një hyn një del. Dhe në rast se do të vijë, atëherë duhet që një anije cistern të shoqërohet nga 2 anije luftarake. Dhe si do të jetë, futet anija cistern, pra futet këtu. Anija futet këtu. Një anije luftarake futet para dhe një anije luftarake futet paralel me cisternën. Që të mbrojë cisternën nga te. Po Irani e godet, pra anijet luftarake të dyja janë objekti goditjes në këtë moment. Dhe në qoftë edhe një anije luftarake të goditet. E kujdo shteti qoftë. Atëherë kjo është fundi i fuqisë ushtarake edhe të NATO si aleancë ushtarake. Pra tregon që NATO kaq ka kapacitetet, nuk ka më. Mbaron, pra s'mund bëj luftë as me Iranin. Dhe humbet gjithçka. Pra, këto shtetet e NATO-s që po vendosin të çojnë, unë jam i bërë që ato thjesht do i çojnë dhe nuk do i fusin, thjesht po duan që të ulin pak tempin e temperamentin e Trumpit. Se i bie që të futen ushtarakisht, a? Absolutisht. Apo po shkojnë për negociatë? Jo, nuk ka negociatë, thjesht do futen ushtarakisht. Unë mendoj që nuk do hyjnë fare. Thjesht do bien anije, në rast se do mund t'i kalojnë, e do t'i mbajnë atje sa të shohin, sepse do thonë që anijet tregtare nuk duan të rrezikojnë, nuk duan ta shohin. Do gjendet një arsye për mos të hyrë, për mos kaluar, sepse në rast se hym dhe në rast se Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra Trumpi i fut me zor të kalojnë. Atëherë kjo do thotë fundi i NATO-s si fuqi ushtarake, sepse këto janë vendet kryesore të NATO-s, Gjermania, Anglia, Franca, Italia, të cilat kanë vendosur të vinë. Këta janë anëtarët kryesorë të NATO-s pas Shtetet Bashkuara të Amerikës, nuk ka më tjerë, nuk jemi neve. Dhe në rast se ti i mbyt një anije këtyre, jo godet 1-2 anije dhe këta nuk kanë çaj bëjnë Iranit për ato anije, automatikisht NATO ka marrë fund në këtë aspekt. Pra tregohet që NATO është një
tigër prej letre, që nuk mund të këmbroj as kapacitetet e veta dhe nuk ka mundësi të bëj asgjë dhe si garanton askujt asgjë. Dhe në këtë moment, më të prekurit nga kjo, kush është? Do të jemi neve. Sepse kemi problemin Kosovë, që NATO çfarë do garantoj? Pra kur nuk garanton dot veten, kë do garantoj? Prandaj ky është një gabim i madh strategjik që Trumpi po bën për egon e vet personale, pa menduar pasojat që po sjell në aspektin. Unë shpresoj që vendet që kanë thjesht po lozin me Trumpin, pra siç lozin gjithnjë europianët, se europianët kanë merak, pra siç thotë Fishta i përcakton ata që moj Evropa i kurve vjetër, pra nuk kanë gjë, ata thjesht po lozin me Trumpin, pra mund të çojnë deri diku anije dhe pastaj të mbesin aty, të hynë në bisedim, ose pa tentuar asnjëri që të hynë. Në rast se do të hynin, atëherë kjo do të ishte katastrofale për të gjithë neve. Ndërkohë, Dritan kanë filluar edhe dorëheqjen Shtetet Bashkuara të Amerikës. Është dorëhequr shefi, po them unë, i antiterrorit, zoti Kent. Si e vlerëson? Ka pasur edhe disa deklarata tek podcasti Tucker Carlson, shumë interesante, por deklarata zyrtare e tij qëndron në faktin që Irani asgjë ka pasur ndërmend ajo çfarë vlen është deklarata bëj bombën bërthamore. Dorëheqja e tij me shkrim, ajo përcaktohet që Irani nuk ishte rrezik iminent për Shtetet Bashkuara të Amerikës, nuk ishte rrezik për bërë një bombë bërthamore dhe as rrezik për të sulmuar për të sulmuar interesat amerikane në rajonin e Gjirit Persik. Pra kjo është e përcaktuar. Pra kjo tregon qartësisht që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë hyrë në një luftë që kanë vendosur vetë. Trumpi ka hyrë në një luftë cilët i intereson vetëm Izraelit, ashtu shkruan edhe zotëria, pra përcaktohet që kjo luftë është bërë vetëm për interesin e Izraelit, e ndryrën nga Izraeli. Po Netanyahu ju përgjigj djeta, a mundemi ne të tërheqim një president si Donald Trump? Absolutisht po, kur ke një president pedofil të dalë në listat e Epsteinit, mund ta tërheqësh si të duash dhe sa të duash, deri kur të duash. Gjithsesi, Dritan, kjo do të jetë e vetmja dorëheqje? Do të jetë e vetmja dorëheqje, dhe është e vetmja dorëheqje që do të mbesi, shiko, me administratën Trump kemi një gjë. Administrata Trump do psoj të njëjtën gjë që psoi Lyndon Johnson. Lyndon Johnson zëvendësoi në atë kohë Kennedyn, pasi vdiq, dhe mori në dorë çështjen e Vietnamit. Dhe Lyndon Johnson ishte ai i cili përshkallëzoi luftën e Vietnamit, pra vendosi të çonte forca ushtarake, trupa dhe e futi Amerikën më thellë në luftë në Vietnam, sepse deri në momentin që Lyndon Johnson nuk ishte zëvendës president, pra ishte Kennedy president, lufta në Vietnam ekzistonte, por amerikanët ishin në nivelin e këshilltarëve ushtarak. Pra nuk ishin çuar forca direkt në luftime. Në momentin që Lyndon Johnson e mori, ai vendosi që amerikanët marrin pjesë në luftime dhe shpalli edhe mobilizim ushtarak në Shtetet Bashkuara të Amerikës të detyrueshëm, pra gjitha këto. Dhe pas një viti erdhi një moment që Lyndon Johnson, administrata e tij përfundoi në atë drejtë që as partia e tij nuk e donte më, askush nuk e pranonte më në mbledhje partia, askush nuk e thriste më, as në kongres ashtu, dhe të gjithë i largoheshin. Por atëherë ishte Vietnami dhe mënyra e kalimit informacionit ishin vetëm gazetat, sepse edhe televizori sapo ishte shumë dhe gazeta dhe radio dhe informacioni shpërndaj më me vonesë, më i kontrolluar. Tjetër shpejtësi ka sot. Ndërsa sot është komplet gjithçka tjetër. Pra ajo që do ndodhi me Trumpin do ndodhi njësoj si ndodhi me Lyndon Johnsonin. Do vi në një moment shumë të caktuar, brenda 4-5 muajve. Dhe Trumpi do të shihet si toksik, pra vetë ky personi Trumpi do të jetë toksik për Partinë Republikane, do të jetë toksik për administratën amerikane dhe ose do detyrohet të japi dorëheqjen dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës të shkojnë në zgjedhjet parakoshme, ose do të humbasi totalisht zgjedhjet dhe e marrin demokratët në dorë diçka. Jo se demokratët do ndryshojnë, por ama marrja e demokratëve në dorë. Fitimi i zgjedhjeve dhe marrja e demokratëve ju jep atyre dorë që të ndalin luftën me Iran, se e bëri ky se bëm neve, pra të shpëtojnë fytyrën e Shtetit Bashkuara të Amerikës dhe t'ia lënë gjithçka barrën Trumpit ashtu siç ky e ka barrën. Ndërkohë, Dritan kanë nxjerr, domethënë, një video zyrtare, regjia, kjo është The Economist, në fakt, Operation Blind Fury, shumë foto interesante. Regjia duhet kem aty një video të Mojtaba Khamenei që lexohet si ka shumë dyshime nëse është video e bërë tani apo jo, por ne si media jemi të detyruar të bëjmë një koment. Për herë të parë shfaqur si kur po mban vaz në një xhami, duket, Dritan.
e kanë nxjerrë vetë le të themi televizioni shtetëror i Iranit këto pamjet e Mujtaba Khameneit. Si po e lexon deri tani performancën e liderit të ri të Iranit? Nga fakti që këta janë gjithë me turban në kokë, tregon që nuk është duke mbajtur vazhdimin, por është mbledhje e një komiteti të caktuar të klerikëve. Sepse ai qëndron mbi gjithë klerikët e tjerë dhe mban është jo ajatollah, pra është lider suprem dhe mbulon edhe anën islamike të Republikës. Dhe aty duket sikur kemi të bëjmë me mbledhje klerikësh, pra, kur janë mbledhur klerikësh. Nuk di ta them, pra nuk do ta them a është tani apo është fakti që e kanë nxjerrë për herë të parë televizioni shtetëror. Nuk mendoj, pra është nxjerrë në këtë aspekt, unë mendoj që duhet të jetë e vjetër, sepse kemi një gjë parasysh. Aktualisht amerikanët, pra edhe izraelitët, dhe të gjitha vendet tjera kanë kapacitet dhe çdo kush, edhe një qytetar i thjesht nëpërmjet asaj që quhet teknologji geospaciale, që mund ta bësh nëpërmjet Google dhe çka tjetër, mund të përcaktosh se ku ndodhet ky objekt. Pra aktualisht. Dhe me përcaktimin e këtij objekti mund të përcaktosh edhe rrugët, pra nga ka ardhur, si ka ardhur, sa kohë ka zgjatur objekti dhe satelitët çka kanë bërë. Satelitët, siç kemi thënë, fluturojnë me kohë caktuar mbi territorin e tokës. Dhe edhe mbi Iran nuk qëndron, asnjë satelit qëndron pa lëvizur, por lëviz në orbit. Dhe për shembull Shtetet Bashkuara të Amerikës mund të kenë 4000-5000 satelit. Dhe këta lëvizin në këto orbita të ndryshme. Po 100 ose 200 për tyre qëllon që kalojnë mbi Iran në ditë dhe ata kapin dhe tashmë merren gjitha pamjet e satelitëve që kanë kapur pasi ke përcaktuar ku ndodhet objekti. Po. Dhe për një 24 orësh ose për një 48 orësh ose për një 72 orësh shef lëvizjet që kanë ardhur. Dhe ndjek makinat, lëvizjet, njerëzit që kanë ardhur, janë grumbulluar dhe shef edhe shpërndarjen e tyre. Dhe mund t'i biesh në fije nesër, pra punë një javë, se ku mund të ketë vajtur udhëheqësi suprem. Dhe në rast se pas një jave do të kemi në goditje dhe do mund të themi që dhe Izraeli do thotë që kemi goditur dhe vrarë liderin suprem, do me thënë që kjo ka qenë video e tanishme, është video e tanishme dhe është gjetur nëpërmjet gjeolokacionit, është mendoshur, është ka arritur të përcaktohet se edhe ku ka vajtur pas kësaj mbledhje. Por, siç po e them unë këtë, normalisht që iranianët, si çdo vend tjetër i botës, çdo me përjashtim të Shqipërisë, besoj, ka një njësi për gjeolokacion, që përcakton gjeolokacionin. Dhe edhe ata e dinë që kjo ndodh. Prandaj jam i që nuk është video e re, sepse po të ishte video e re, nëpërmjet gjeolokacioni maksimumi për një javë, aktualisht jemi në kushte lufte, mendoj që për 2-3 ditë i vendohen dhe e gjojnë sakt, sepse duke qenë se tashmë kemi edhe inteligjencën artificiale të ndihmon ajo në përcaktimin e objektive në gjetjen shumë më të lehtë asaj çfarë kërkon, pra, sepse ka kapacitet përpunimit të fotove, të filmimeve më shumë se sa çdo një person. Prandaj qëndroj asaj që nuk duhet të jetë video e re, duhet të jetë video e vjetër. Për të eliminuar pikërisht këtë gjetje se ku mund të ketë vajtur pas kësaj mbledhje. Që mund të rrezikonte jetën, po thua. Dritan, e fundit është Shqipëria ka shpallur Gardën Revolucionare, shtetin e Iranit si një shtet sponsor të terrorizmit, ndërkohë nuk ka qenë vetëm Shqipëria, po pash një lajm sot ku edhe Malizi, edhe Bosnjë-Hercegovina, edhe Maqedonia e Veriut ishin bërë pjesë e këtij qëndrimi. Si e vlerëson pozicionimin e Shqipërisë? Nuk ka gjë për të vlerësuar. Pozicionimi i Shqipërisë dhe pra kjo miratimi i kësaj deklarate, i kësaj rezolute, tregon degenerimin moral të politikës në Shqipëri. Dhe ky degenerim moral ka të bëjë me gjithë parlamentin shqiptar, një degenerim moral i atyre që votuan, degenerim moral i atyre që abstenuan dhe degenerim moral i atyre që u larguan. Ata që votuan këtë ka një degenerim moral sepse u bashkuan një koalicioni nazifashist, pra nazifashizmit, i cili tregon një hipokrizi dhe për të gjithë ata që për gjithë parlamentin shqiptar dhe politikën shqiptare tregon që parimi bazë, deviza bazë e këtyre njerëzve është vetëm interesi i tyre personal. Pse them interesi personal dhe hipokrizia? Sepse votuan një kërkesë të Izraelit, sepse nuk ka të bëjë tjetër, është direkt kërkesë e Izraelit, pasi pas votimit të kësaj rezolute, ministri i jashtëm i Izraelit, Gideon Sar, dha një intervistë për gazetën Haaretz, duke deklaruar që Shqipëria më në fund e votoi shpalljen e Iranit shtet terrorist, gjë që kemi kërkuar personalisht dhe zyrtarisht Igli Hasanit kur erdhi në vizitë në Izrael. Pra tregoj që ata bën vasalitet ndaj Izraelit tashmë, pra nuk ka kërkuar Amerika, ka kërkuar Izraeli. Pra i nxori bllop ministri i jashtëm i Izraelit, ta që thoshin që Amerika. Prandaj them që dhe
ti të rreshtohesh me një shtet nazifashist Izraeli, i cili vrau 63.000 fëmijë në Gaza, dhe posërisht Shtetet Bashkuara të Amerikës në fillim të këtij konflikti në Iran vran 173 fëmijë dhe nuk thua asnjë fjalë për vrasjet e këtyre fëmijëve. Pra ky është degenerim moral i kësaj klase politike që e votoi, pra e renditi vetet te fashizmi, ndërsa ata që nuk e votuan dhe abstenuan. Dante Alighieri te Komedia Hyjnore ka një shprehje madhore që thotë që cepi më i errët i ferrit është i rezervuar për ata të cilët në kohë krizash morale zgjedhin të bëjnë asnjansin. Dhe jemi në krizë morale sepse shoqëria jonë është në krizë morale, është shoqëria civile në krizë morale, është edhe shoqëria fetare në krizë morale. Sepse dhe kryesisht kjo shoqëria fetare i cili voton këta që s'kan lidhje me fen, po që shohin vetëm interesin e tyre edhe asgjë tjetër. Pra tregon që si shoqëri jemi në një krizë morale dhe kriza morale si shoqëri reflektohet në degenerim moral në Parlamentin e Republikës së Shqipërisë. Dritan, të falenderoj shumë që të kisha. Faleminderit. Në këtë pjesë të emisionit është bashkuar me mua pedagogu në Universitetin e Tiranës Klejt Këlliçi. Klejt, kënaqësi që të kam. Faleminderit. Klejt, si e vlerëson faktin që dhe prandaj jo rastisht e kam zgjedhur këtë çështje për ta diskutuar të parën me ty, faktin që aleatët kryesor të Shteteve të Bashkuara të Amerikës e kanë refuzuar ftesën e Donald Trump për në koalicionin që ai ka kërkuar për të ndërtuar një safe, një vend kalimi të sigurt për cisternat e naftës. Çfarë do të thotë kjo në kuptimin që